duhet veprojë mbi të gjitha ata që mbjellin kanabis dhe e vërteta është që arrestohen më shumë shofer që transportojnë se sa kultivues. Kjo praktik duhet marrë fund. Edhe kultivuesit, edhe kryetarët e komunave, edhe kryeplaku, që të gjithë të vendosen para ligjit. Plot 14 zyrtar të arrestuar dhe të ndjekur penalisht është bilanci luftës së policisë së shtetit në goditjen e kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike për këtë vit. Sipas shefit të sektorit kundër narkotikëve në drejtorinë e përgjithshme të policisë Sokol Selfollari, ligjet referuese të cilat i përmendi pak ditë më parë dhe kryeministri Berisha në një nga mbledhjet e Komitetit Ndërministror, po zbatohen rigorozisht duke vënë në pranga të gjithë zinxhirin e këtij trafiku. Në çdo rast kur është vërtetuar që ka pasur shkelje në detyrë, ose kur këto e kanë pas gjitha mundësitë për të kontrolluar dhe raportuar për rastet e konstatuara në zonën e tyre, në të gjitha rastet janë bërë denoncime në prokurori, biles ka pas dhe raste arrestimesh. Për vitin që jemi, në vitin 2010, deri në 31 korrik, kemi rreth 14 zyrtarë të tillë të denoncuar në prokurori, nga të cilat kemi përgjegjës kadastre, kemi kryepleq, kemi punonjës policisë pyjore, të gjithë këto janë denoncuar në polici. Domethënë janë 14 persona deri tani. Një ndër fenomenet më problematike në dekadën e fundit në vendin tonë, trafiku i bimëve narkotike, duket se po pson një rënje të konsiderueshme. Kjo për shkak të ashpërsimit të masave ndëshkuese, teknologjisë avancuar si dhe bashkëpunimit me vendet fqinj, duke bërë kështu dhe heqjen e Shqipërisë nga njolla e vendeve të këtij trafiku.